Përshëndetje të dashur miq, jam Skënderi. Sot do të provojmë robotaksi të kineze. Tani jam në sheshin CATC të distriktit Yizhuang të Pekinit, ku ndodhet supertruri I drejtimit autonom të automjeteve. Kjo është zona pilot e drejtimit autonom të nivelit të lartë në Pekin. Kjo qendër e operacioneve të drejtimit autonom mbi këqyrë në kohë reale, qarkullimi e robotaksive në mbi 300 rrugë kryesore të zonës demonstruese të drejtimit autonom. Distrikti Yizhuang ishte një zonë bujqësore para 30 vjetësh, por sot është bërë një zonë me shumë industri të teknologjisë së lartë të kineze. Tani do të porosit një robotaksi me smartphone linking. Së pari do të hapim hartën e Baidu's dhe do të shkojmë në zonën ndërkombëtare industriale të robotikës Zhongguancun. Okej, një makinë do vi shumë shpejt. Shkoni, kjo makinë është këtu. Ajo po afron. Një makinë me numrin CAL 165 po na ofron. Shikoni, kjo është robotaksi Rob Kuai Pao, që do të thotë repka që vrapon në gjuhën kineze. Siguria e para, nisim udhëtimin tani. Robotaksia nuk ka shofer, dhe I gjithë udhëtimi bëhet nëpërmjet inteligjencës artificiale. Robotaksia mund të kthehet automatikisht, të presë dritën e kuqe dhe të lejojë të kalojnë në njerëzit. I tërë udhëtimi kryhet në mënyrë autonome. Në këtë zonë janë vendosur mbi 300 kryqëzime inteligjente për të na orientuar. Jemi në rrugën për në zonën ndërkombëtare industriale të robotikës. Arritëm, pakesa origjinale është afro 360 lek, por do të paguaj vetëm afro 30 lek, meqenëse jam udhëtar I ri me robotaksi dhe gëzoj kështu subvencioni nga kompania Baidu. Kjo është zona ndërkombëtare industriale robotikës Zhongguancun Yizhuang me një sipërfaqe prej 250.000 metra shkatrore. Këtu janë përqendruar mbi 300 ndërmarrje të robotikës. Vlera e zinxhirit të industrisë së robotëve I kalon mbi 120 miliardë lek. Si një industri strategjike në zhvillim e përcaktuar në plani e 14-5 vjeçare të Kinës, drejtimi autonom I automjeteve është vënë në praktik në zonat pilot në shkallë kombëtare si Yizhuang. Gjithashtu është sugjeruar në qytete të ndryshme, duke përfshirë Wuhani,
që ka tani shërbimi më të madh komercial të robotaksive në botë, me një sipërfaqe prej mbi 3.000 km². Tani, në qytetin Wuhan janë vënë në përdorim mbi 500 robotaksi. Shifra do të shtohen në 700 deri në fund të vitit 2025. Numri I rezervimeve të robotaksive arrin mesatarisht mbi 20.000 në ditë. Udhëtimi ynë me robotaksi pa shofer në Yizuan tregon hapin e madh teknologjik të Kinës nga zona të pilot në aplikimin komercial në tërë qytetin, duke u përgjigjur thirrjeve të pranit 14-5 vjeçar. Inovacioni nuk ndaret kurrë. Unë jam Skënderi. Shihemi në emisionin tjetër.